Gjyqi që ka tronditur Amerikën nën akuzohet për vdekjen e 3 fëmijëve, por a i vrau vërtet ajo? Një nga gjyqet më të ndjekura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po zhvillohet të ditë në Massachusetts. Lindsay Clancy, 36 vjeç, po gjykohet për vdekjen e 3 fëmijëve të saj të vegjël në një çështje që ka hapur një debat të fortë në Amerikë mbi shëndetin mendor pas lindjes dhe përgjegjësinë penale. Clancy akuzohet për vrasjen e vajzës së saj Cora, 5 vjeç, djalin Dawson, 3 vjeç dhe foshnjën Kalan, 8 muajsh, në shtëpinë e familjes në Massachusetts në janar të vitit 2023. Ajo është deklaruar e pafajshme për shkak të gjendjes së saj mendore. Çështja ka hyrë tashmë në javën e 4 të dëshmive dhe rreth 70 persona kanë dalë para juris. Prokuroria po përpiqet të argumentojë se Clancy veproi me vetëdije dhe se ngjarja ishte menduar më parë. Në anën tjetër, mbrojtja thotë se ajo ndodhej në një gjendje të rëndë psikoze pas lindjes, të lidhur edhe me probleme të tjera të shëndetit mendor dhe trajtimin me medikamente. Një pjesë e rëndësishme e gjyqit kanë qenë të dhënat nga telefoni i saj. Hetuesit kanë paraqitur kërkime të kryera në internet në ditët para tragjedisë, ndërsa prokuroria i përdor ato si argument se ajo ishte e vetëdijshme për gjendjen e saj dhe se po mendonte për atë që do të ndodhte. Mbrojtja ndërkohë interpreton këto të dhëna si shenja të një gjendje të rënduar psiqike dhe të përpjekjeve të saj për të kuptuar se çfarë po i ndodhte. Në sallën e gjyqit është rikthyer vazhdimisht edhe historia e trajtimit saj psikologjik. Mbrojtja pretendon se Clancy kishte kërkuar ndihmë disa herë dhe se gjendja e saj ishte përkeqësuar pavarësisht trajtimeve. Një nga psikiatrët që e kishte trajtuar ka dëshmuar se nuk kishte konstatuar shenja psikoze gjatë vizitës së fundit me të. Prokurorët kanë një version tjetër. Ata argumentojnë se sjellja e Clancyt para ngjarjes tregon organizim dhe qëllim të qartë, ndërsa mbrojtja këmbgul se një person mund të duket i organizuar edhe gjatë një episodi të rënd psikoze. Pikërisht, kjo është një nga dilemat kryesore që juria duhet të shqyrtojë. Gjyqi ka marrë vëmendje të madhe dhe për shkak të historisë së familjes. Ish bashkëshorti i Clancyt, Patrick, ka dëshmuar në sallën e gjyqit dhe ka folur për ndryshimet që kishte vënë re tek ajo para tragjedisë. Ky nuk është thjesht një gjyq për një tragjedi familjare. Në qendër të tij është një pyetje që ka ndezur debat në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku përfundon përgjegjësia penale dhe ku fillon një sëmundje rënd mendore që mund të ndryshojë mënyrën se si një person percepton realitetin. Jo pa komentuese ka drejtuar gishtin edhe nga babai i fëmijëve. Ku ishte ai në momentin e vrasjeve? Pse i la fëmijët vetëm e nënën e sëmur? A është vërtet ajo vrasësja e fëmijëve apo jemi në një histori të përsëritur ku ish bashkëshorti, babai i fëmijëve, i cili ka nisur një jetë të re, u merr jetën atyre? Dilemat në rrjet janë shtuar pas dëshmisë së tij në gjyq, gjuhës së trupit dhe disa mesazheve që ka shkëmbyer pak momente para vdekjes së fëmijëve me ish gruan. Gjyqi një prej çështjeve më të ndjekura penale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u ndërpre papritur të mërkurën në 19 gusht pasi gjyqtari njoftoi jurinë se kishte ndodhur një rrethanë e paparashikuar. Juria u largua nga gjykata më herët se zakonisht dhe gjyqtari William Sullivan u kërkoi anëtarëve të mos spekulonin mbi arsyen e ndërprerjes. Seanca pritet të fillojë të njëjtë. Ndërprerja erdhi në një moment veçanërisht të rëndësishëm të procesit pasi mbrojtja po paraqet dëshmitë e saj dhe po përpiqet të bindë jurinë se Lindsay Clancy nuk duhet konsiderohet penalisht përgjegjëse për vdekjen e 3 fëmijëve të saj. Por çfarë ndodhi në seancën e fundit? Në ditën e 16 të gjyqit, një prej dëshmitarëve kryesor të mbrojtjes ishte psikologu, mjeku ligjor, doktor Paul Zeizel. A i foli për gjendjen mendore të Lindsayt dhe për bisedat që kishte zhvilluar me të pas vdekjes së fëmijëve. Sipas dëshmisë së tij, Clancy i kishte treguar se kishte dëgjuar një zë mashkullor që urdhëronte të vriste fëmijët dhe më pas të vriste veten. Mbrojtja po e përdor këtë dëshmi për të mbështetur argumentin se Clancy vuante nga një gjendje rënd psikiatrike dhe se në momentin e krimit nuk ishte në gjendje të kuptonte natyrën ose gabimin e veprimeve të saj, por prokuroria ka një version krejt tjetër. Sipas saj, Clancy ishte e vetëdijshme për atë që po bënte dhe kishte planifikuar vrasjet.
Prokuroria dhe teori e planifikimit. Prokurorët kanë paraqitur gjatë javëve të fundit një sër provash elektronike dhe mjekësore. Në gjykat janë diskutuar kërkime në internet të bëra nga Clancy për paravdekjes së fëmijëve, përfshirë kërkime që lidhen me depresionin, medikamentet psikiatrike, metodat e vetvrasjes dhe çështje të tjera të shëndetit mendor. Prokuroria argumenton se këto të dhëna tregojnë përgatitjen dhe jo një veprim të shkaktuar vetëm nga një episod psikoz. Një tjetër element i rëndësishëm ishte analiza e telefonit dhe Apple Watchit të Clancyt. Eksperti i forenzikës digjitale dëshmoi për aktivitetin e pajisjeve të saj dhe për të dhënat e regjistruara përpara vrasjes. Prokuroria ka përdorur këtë material për të ndërtuar një kronologji të ngjarjeve të 24 janar 2023. Mbrojtja Lindsay vuante nga psikoz pas lindjes. Mbrojtja nuk e ka ndërtuar strategjinë e saj mbi mohimin e vdekjeve. Avokati i saj pranon se ajo shkaktoi vdekjen e 3 fëmijëve, por argumenton se ajo ishte në një gjendje psikike që e bënte të paaftë për të qenë penalisht përgjegjëse. Sipas mbrojtjes, Clancy vuante nga një psikoz pas lindjes, probleme të tjera të rënda të shëndetit mendor dhe ndikim nga medikamentet që kishte marrë. Të 3 fëmijët e saj, Cora 5 vjeç, Dawson 3 vjeç dhe Kalan, vetëm 8 muajsh, vdiqën në 24 janar 2023 në shtëpinë e tyre në Massachusetts. Clancy më pas u hodh nga dritarja e katit të dytë në një përpjekje të dështuar për vetvrasje dhe pësoi dëmtime të rënda të cilat e kanë lënë të paralizuar. Ajo është paraqitur në gjykat me karige me rrota. Prokuroria tashmë ka përfunduar çështjen e saj. Një zhvillim i rëndësishëm ndodhi në 17 gusht. Pas më shumë se 4 javësh dëshmi, prokuroria përfundoi paraqitjen e çështjes së saj. Më shumë se 70 dëshmitar u thirrën nga prokuroria, përfshirë bashkëshortin e atëhershëm të Clancyt, Patrick Clancy, profesionist të shëndetit mendor, punonjës të emergjencave dhe ekspert të forenzikës digjitale. Më pas filloi faza e mbrojtjes. Nëna e Lensit, Paula Musgrove, dëshmoi se vajza e saj u kishte treguar në dhjetor 2022 se kishte mendime për të dëmtuar fëmijët. Motra e saj gjithashtu foli për ndryshimet që kishte vënë re në sjelljen e saj përpara tragjedisë. Një dëshmitar u përjashtua nga gjykata. Në seancën e fundit pati dhe një zhvillim tjetër. Emily Thorndick, një ish-punonjëse e McLean Hospital, u mor në pyetje jashtë pranisë së juris. Ajo kishte bërë më parë publikisht kritika ndaj mënyrës se si spitali kishte trajtuar Clancy dhe kishte pretenduar se disa probleme me personelin mund të kishin ndikuar në kujdesin ndaj saj. Megjithatë, gjyqtari vendosi që ajo nuk do të lejojë të dëshmonte para juris. Sipas vendimit gjykatës, dëshmia e saj nuk kishte lidhje të mjaftueshme me çështje ndër të tjera, sepse ajo nuk ishte punuar në spital gjatë periudhës kur Clancy ishte shtruar atje. Por çfarë po ndodh tani? Deri tani nuk ka një verdikt. Juria nuk ka shpallur Lindsay Clancyn fajtore dhe as të pafajshme. Gjykimi është ende në proces. Mbrojtja pritet përfundoj dëshminë e saj dhe më pas prokuroria mund të paraqesë dëshmitar kundërshtues për të sfiduar argumentat e mbrojtjes. Vetëm pas përfundimit të gjitha dëshmive dhe argumentave përfundimtar, çështja do t'i kalojë juris për vendim. Sipas ligjit Massachusetts, juria duhet vendos nëse Clancy ishte penalisht përgjegjëse në momentin e vdekjeve. Nëse shpallet fajtore për vrasje, ajo mund të përballet me burgim të përjetshëm, ndërsa gjendet se ishte me probleme të rënda, kjo nuk do të nënkuptonte domosdoshmërisht lirimin e saj. Mund të pasojë nga shtrimi i detyruar në një institucion psikiatrik. Një gjyq që ende nuk ka marrë përgjigjen përfundimtare. Pas më shumë se 3 vitesh nga tragjedia, familjet dhe publiku ende presin përgjigjen e pyetjes kryesore. A ishte Lindsay Clancy penalisht përgjegjëse për veprimet e saj, apo gjendja e saj rënd mendore bëri të paaft për të kuptuar atë që po bënte? Kjo është pyetja që po përcakton fatin e saj ligjor dhe për momentin përgjigja nuk është dhënë. Seanca e 19 gushtit përfundoi më herët se sa ishte planifikuar dhe gjyqtari u kërkoi juristëve të mos spekulonin për arsyen e ndërprerjes. Gjyqi i vazhdon më 20 gusht, ndërsa verdikti mbetet ende për t'u dhënë.